Së pari, raporti I plot I OSBE-Odirit pothuajse nuk ishte lëvizur nga ato shina që ushtruan në raportin paraprak të OSBE-Odirit që doli fill pas mbajtjes së votimeve të 11 majit. Kjo ishte shumë e rëndësishme për shkak se qatë herë u përcaktuan disa nga shtyllat kryesore ku mund të qëndronte raporti dhe të gjithë dimë që përgjatë verës pati një debat në lidhje me mundësinë e ndërhyrjes në raport apo retushimit të këtij raporti për shkak të ndërhyrjeve politike të niveleve të ndryshme, qoftë nga Shqipëria, po ndoshta edhe nga qendrat e tjera të politikës evropiane. Kjo ka qenë akuza që ka bërë zoti Berisha në fakt, edhe bashkë me një ndërhyrje sipas tij nga ish ministri I jashtëm Edi Hasani. E bëri zoti Berisha, po duket se e gjithë kjo situatë ka përcyer tashmë. Ne kemi një raport të plot të OSBE-Odirit I cili nuk ka ndryshuar në pikat themelore në asnjë moment nga raporti paraprak. Duke ruajtur gjërat më themelore dhe gjën më themelore që ka ruajtur dhe që është edhe risia e këtij raporti në krahasim me raportet e zgjedhjeve të tjera në Shqipëri, është përfshirja e qeverisë në zgjedhje, si palë me partinë politike e cila ka prodhuar këtë qeveri.